Pse shumica e makinave të reja nuk kanë gomë rezervë, disa arsye me siguri u vinë në mendje dhe ne do të përpiqemi t'i mbledhim të gjitha në një vend. Një nga arsyet është ulja e kostove të prodhimit të automjetit. Çdo euro ka rëndësi. Edhe duke hequr gomën dhe rroton rezervë, prodhuesit kursejnë një shumë të konsiderueshme. Për më tepër, shumë prodhues do t'u shesin me kënaqësi gomë rezervë nëpër masa të plota ose të zëvendësuara si pjesë e pajisjeve shtesë. Një tjetër arsye është kursimi në konsumimin e karburantit. Veturat parot rezervë kursejnë pak në karburant për çdo gram. Dioksid karboni është i rëndësishëm për prodhuesit gjatë testimeve dhe raportimeve zyrtare për organet e Bashkimit Evropian. Për shembull, kështu ulen penalizimet financiare që ata duhet të paguajnë nëse automjetet e tyre tejkalojnë kufijtë e lejuar të emetimit të CO2. Goma, rrota dhe çeliku i ngritjes zakonisht peshojnë rreth 27 kg. Arsyeja e fundit ka të bëjë me makinat hibride ose elektrike. Në këto automjete është veçanërisht e rëndësishme të ulet pesha për të reduktuar konsumin e energjisë, karburantit. Në shumë raste të hibridet, bateria vendoset pikërisht aty ku zakonisht ndodhej goma rezervë. Nëse një vetur nuk vjen me gomë rezervë, zakonisht është e pajisur me llak për vulosjen e gomës dhe një kompresor ajri. Megjithatë, në rast se goma çahet, ky është vetëm një zgjidhje përkohshme dhe nëse çarja është më e madhe, ky komplet nuk do t'ju ndihmojë.